Jemi edhe pjesë e NATO-s tashmë, nuk jemi më neutral, po jemi bërë pjesë e NATO-s dhe neutraliteti jonë ka rënë, dhe ky është një zhvillim shumë i madh gjeopolitik për ne, që garanton këtë zhvillim të madh, turistët që vinë pafund, ekonominë që rritet, sepse ka qenë është në mbrojtjen e, po themi, euroatlantike, që nuk e kemi pasur përpara. Këtë gjë po synon Kosova ta bëj, po akoma nuk e ka. Dhe Kosova është në një stat të ngjashëm me Ukrainën, një lloj neutraliteti. Pse ja dhan Kosovës të drejtën lëvizje të lirë më në fund pas të gjithë atyre stërmundimesh? Sepse ka një gjeopolitik të kompleksuar aty. Të gjitha këto që po ndodhin atje mund të japin oreksin Serbisë. Serbia ka bërë rast precedent për Kosovën. Serbia i ka bërë disa teste. Banjska nuk ishte gjë tjetër, ishte test. Ka provuar kompleti i vrarë dhe një ka provuar të gjitha këto komplikojnë situatën, edhe kjo ndërhyrja e atje, pastaj ju përmendët Tajvanin. Unë nuk besoj që në Tajvan mund të ndodhi gjë. Kjo që po thot Trumpi, Kina e ka të rrethuar Tajvanin, ka bërë disa teste ushtarake dhe nuk e lejon Tajvanin të fitojë pavarësinë ashtu si dëshiron.